Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillim lajmet në televizionin 4+. Rruga Lushnjë Ballagat me gjatësi 10 km nuk mirëmbahet prej më shumë se 15 vitesh. Gropat e thella të saj janë shkaktare të mundshme për aksidente dhe prishin automjetet që kalojnë në këtë rrugë. Rruga Lushnjë Ballagat me gjatësi 10 km është amortizuar nga mosmirëmbajtja prej më shumë se 15 vitesh, sipas banorëve, që nga viti 2009 kur u rikonstruktuai plot, janë bërë vetëm riparime të vogla, por që nuk kanë ndaluar krijimin e gropave të shumta të thella, të cilat dëmtojnë automjetet dhe rrezikun e shëmbjes së saj nga erozioni në disa vende. Kjo rrugë lidh dhe Lushnjën me Peqinin, duke shkurtuar shumë distancën me Peqinin dhe Elbasanin. Problematik tjetër është degjerësia e saj, që nuk lejon dy mjetet të shkëmbehen. Kohët e fundit për shkak të rehabilitimit të rrugëve në dy fshatra, mjetet e tonazhit të rënd po kalojnë në këtë rrugë duke e dëmtuar më shumë. Shoferët e mjeteve tregojnë vështirësitë që hasin kur kalojnë në rrugën e prishur dhe kërkojnë ndërhyrjen e bashkisë për rikonstruksionin e plotë të saj dhe vendosjen e sinjalistikës rrugore e ndriçimin. Rruga ka marrë fare. I hem 3 ditë vem kjo staj. Kjo koma e amortizaturi. Rruga është po mizerje, zero. Ta shtrojë rrugën kjo e ma mirë, edhe në shpëtojnë në defekt, në problemet. Çdo ditë prishet më shumë, kalojnë këto makinat e tonazhit të rënd tani. Sa vite ka që nuk është vendosur në këtë rrugë? Të 15 vjet një herë po. Mos e gaboj, pak më shumë, më lart po ka goxha. Po ta bojnë, unë kaloj çdo ditë, ka raste 2 herë në ditë ta posh për pjesë, ikim punë çdo ditë. Ish rruga skandal. Kjo më përnot fare, është prishur fare çdo vend. Është bërë tërë grapa, as nuk ka kaluar tash. Ku është vendosur për të fundit të rrugë? Ka kohë. Mos am vite, po ka. Po bashkia duhet të kishte vendosur më kohë. Shteti, gjithsesi kështu. Ja, u ke vetë 2 metra, shikoj se është bërë. Është dëlënisur fare. Rruga dëmtuar është, kujdes nuk bëhet fare. Kjo është rrugë shumë e gjatë, kjo lidhe Peqinin. Këtu vinë lloj markesa të rënda, makina të rënda vinë lloj. Ka shumë bjera. Nuk është rrugë kjo, kjo është rrugë kështu për të kaluar rastin. Kjo nuk bëhet me 2 kalime. Këtu do ja ku del rroda atje në balë. Se këtu vinë edhe makina të rënda, vinë në Elbasanin. Ja mu ne gritemi nga ferrat. Ato punëtorët e mirëmbajtjes që janë këto nuk ndoshta kanë punë tjera. Nuk rrinë, nuk i kujdesojnë fare. Përplaset e Komisioni i Ligjeve, deputeti i Partisë Demokratike për Lushnjën Sajmir Korreshi dhe Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Toni Gogu në lidhje me integrimin evropian. Lushnja ishte pa drita si do hynin në Bashkimin Evropian, tha Korreshi. Në Komisionin e Ligjeve sot u diskutua projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Francës dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit Interreg Europe 2021-2027. Gjatë shqyrtimit, deputeti i Partisë Demokratike për Lushnjën Sajmir Korreshi dhe Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Toni Gogu kanë debatuar me njëri tjetrin në lidhje me integrimin evropian dhe procesin e përshtatjes me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Korreshi tha ministri se me çfarë mënyre do ta çojë Partia Socialiste dhe qeveria vendin në Evropë kur në qytete nuk ka ende drita. Kishim bush në bidon mujt ngroft se kemi 4 ropa drita. E diti ja në Lushnjë flas. E qyteti do fushë në Europë. Po çaro, ti ke kanal pa pastru myt gjithë muzejqia, ti do hysh në Europë. Me çfarë do hysh me çizme me bal do hysh në Europë o toni. Nuk ka lidhje kjo, nuk është se na po na çoni ju në Europë. Ka ngel dhe këta tjerët e shkret këtu, ata gjahet që marrin pension, që s'po vendet në Europë, se janë me Karaviç. E kuptone? Që nuk i le ajo, që shtoni shtot pensioni 18.000 lekë dhe hoqet 16.000 lekë e dritave, në fund fare ngelin 2.000 lekë. Një buk misë dhe i raskos me buk misë nuk marrin do në ditë ata me 2.000 lekë. Sa është për i ditë, ju e bët në muaj, kështu që nuk hyet në Europë me brek grisra, o toni. Du në rënuar njerë të mathmet, pastaj të hymë në Europë se nuk në qasin. Unë e mirë kuptoj parodizimin dhe ironizimin që ju i bëni situatës dhe them e mirë kuptoj sepse duke qenë se kemi bashkëdhtuar
së bashku në politik, por në anët të ndryshme të korridorit, juve nisët shumë seriozisht me ish kryetarin e partisë tuaj, ku e trajtonit me shumë seriozitet integrimin evropian. Por në momentin që keni mbritur që atë që ju e anatemuat dhe e shikonit si penges politike në integrimin evropian, sot e keni kryetar dhe keni zhvendosur, pra situata është bërë tragjikomike për ju, nuk ka ilaç tjetër, ke shumë të drejtë duhet me e marrë me gallat. Juve. Neve do ta marrim me të njëjtin seriozitet që e kemi marrë, sepse flasin shifrat shumë qartë. Të bëhesh pjesë e programit më të madh zhvillimor në Europë me të 27 vendet e Bashkimit Evropian, unë mendoj që është një sukses dhe ky është interregu. 120 familjet në Ferras të Fierit, 3 javë pas përmbytjeve, janë në proces rikuperimi. Sipas tyre, verifikimi i dëmeve është bërë, por ndihen mosbesues, pasi tani po shpërndahen dëmshpërblimet e vitit 2021. Kanë kaluar më shumë se 3 javë nga përmbytjet e shkaktuara nga dalja e lumit Vjos nga shtrati, por gjurmët e saj ende janë të dukshme në Ferras, ku plot 120 familje u përmbytën. 10 familje ende janë në proces rikuperimi, ndërsa dëmet mbeten të konsiderueshme jo vetëm në orendi shtëpiake, pajisje elektroshtëpiake, por edhe në dëmet strukturore në banesa, pa llogaritur dëmet e shumta në të mbjella. Po flem mes lagështirës, thon banorët duke rrezikuar shëndetin. Po s'ka një krevat flen janë aja që interesojnë. As dyshe ka skrevatës. 20 ditë pa fron mua, jo 20 ditë. Ne që kemi qenë, ne jemi. Hyrja është dilë brenda që bërë me vastire bëj thasë. Këto janë punë tim tona. Jetoni mes lagështirës? Lagështirën, mjë drejtë që i tanë të rëgjerët. Që të bëjmë? Ja, këto janë. Asnjë ndihmë nuk keni marrë? Po që ndihme? Ata të përrinjën se skrip. Që skriposeshim, jo në një tjetër. Jetojmë në lagështi. Muri është komplet i njëm, deri te prize e korrent. Unë, nëna e flë me 2 herë hapët, dritare hapët, se kjene ra, lagështi e gjatë. Dollapti kam hapët, njëri ka ikur shkoj të shesh, divan të shesh. As një gjë s'ka marrë, unë i lutem shtetit, jo që këto mu shkatëruan. Unë e kam probleme me kanali. Si a ke bërë në këto 20 ditë, ku po fle? Ja, shikoj. Ka lagështi? Lagështi dynjan, më ka marrë gjunjët, atë njëte ma thu lendon. Banorët thonë se verifikimi i dëmeve është bërë, por ndihen mosbesues në përfitimin e një dëmshpërblimi të shpejtë. Pasi vetëm disa ditë më parë është bërë pagesa e plotë e dëmshpërblimeve të përmbytjeve të vitit 2021. Do marrim. Nuk besoni se do merrni? Jo, japin, ja, për mërëm shpërndam para. Na dhanë ato 2017. Pas kaq vitesh? Po këto kur mendoni se mund t'i merrni? Kur duan, banki kemi ne. Përballë kësaj situate, ata kërkojnë ndihmë konkrete nga shteti, pasi 20 ditë pas përmbytjes së pazakont ndihen të braktisur në fatin e tyre. Numri i aksidenteve për vitin 2025 është ulur me 17.5% krahasuar me një vit më parë. Instat ka publikuar shifrat ku rezulton se grup mosha kryesore që ka shkaktuar aksidentet është mes 25 dhe 34 vjeç. Në Shqipëri është shënuar një rënje e numrit të aksidenteve rrugore gjatë vitit 2025 me një total prej 1375. Instituti Statistikave bazuar në një studim ka konkluduar se krahasuar me vitin 2024, aksidentet rrugore në vitin 2025 shënuan një rënje me 17.5%. Sipas Instat, bëhet e ditur se vetëm gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar ka ndodhur 130 aksidente rrugore ku janë aksidentuar vrarë ose plagosur 176 persona. Instat vlerëson se aksidentet rrugore në 87.7% të rasteve kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve, ndërkohë që pjesa që dominon si shkaktari i tyre është grup mosha e re. Numri më i lartë i aksidenteve gjatë kësaj periudhe është shkaktuar nga grup mosha 25 deri 34 vjeç, e cila përbën 33.1% të numrit total të aksidenteve, thuhet në publikim. Në muajin dhjetor 2025, numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur gjatë ditës së premte me 20%, ndërsa numri më i ulët i aksidenteve ka ndodhur gjatë ditës së mërkurë dhe të diel me nga 10.8% secila.
Numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur gjatë harkut kohor 14 me 17, duke zënë 22.3% të numrit të aksidenteve rrugore gjithsej, vlerëson Instat. Importet e ushqimeve rriten me 23% në 5 vite sipas Instat, ndërkohë që çmimi mesatar për kilogram ka shënuar rënje. Me zhvlerësimin e euros si faktori kryesor, ushqimet nga jashtë vendit po vazhdojnë të vinë më lirë në Shqipëri. Vit pas viti, vendi ynë është duke rritur varësinë nga ushqimet e importit, si rrjedhoje e uljes së prodhimit vendas dhe nevojave më të larta për konsum nga turistët. Në vitin 2025 u importuan 1.327.550 tonë ushqime, me rritje vjetore 4.3% sipas të dhënave zyrtare të Instat. Vlera e importeve shënoi gjithashtu rritje me 3.9%. Të dhënat tregojnë se nga njëra anë sasia e ushqimeve të importuara po rritet me ritme të qëndrueshme, ndërsa çmimi mesatar për kilogram i importeve po bie, duke bërë ushqimin e importuar gjithnjë më të lirë. Kjo nuk duket se është reflektuar në tregun e pakicës, ku çmimet si të ushqimeve ashtu dhe të rafteve në supermarkete vetëm sapo shtrenjtohen. Në vitin 2020, Shqipëria importonte rreth 1.9 milion ton ushqime dhe pije. Në vitin 2025, kjo sasi arriti në 1.35 milion ton, një zgjerim prej mbi 250.000 tonësh, ose rreth 23% më shumë brenda 5 vitesh. Në të njëjtën kohë vlera totale e importeve në lekë është rritur, por jo në të njëjtën ritëm me sasinë. Nga rreth 110.9 miliardë lek në vitin 2020, importet arrin në mbi 162 miliardë lek në vitin 2025. Ndonse Shqipëria po shpenzon më shumë në terma absolut për ushqimet e importuara, çdo kilogram ushqimi importi po kushton më pak vit pas viti. Çmimi mesatar për kilogram, i cili arriti kulmin në vitin 2022 në rreth 146 lek për kilogram gjatë krizës globale të çmimeve pas luftës në Ukrainë, ka rënë gradualisht deri në rreth 120 lek për kilogram në vitin 2025, një ulje prej afro 18% në vetëm 3 vite. Kursi i këmbimit ka favorizuar dukshëm importuesit, teksa euro u këmbye mesatarisht me 97 lek në 2025 nga rreth 140 lek që ishte në 2015. Shqipëria sot po blen ushqime më lirë në tregje ndërkombëtare se sa gjatë periudhës së pikut të krizës, por po blen shumë më tepër. Rënja e çmimit përgjithësi ka ndihmuar që faturat e importeve të mos rriten aq sa sugjeron rritja e fortë e sasive, duke amortizuar presionin mbi çmimet e brendshme. Shqipëria sot po blen ushqime më lirë në tregjet ndërkombëtare se sa gjatë periudhës së pikut të krizës, por po blen shumë më tepër. Një pjesë e rritjes së volumit të importeve po vjen nga vendet si Turqia, Ballkani, Amerika Latine dhe tregje të tjera, ku prodhimi bujqësor është më i lirë se sa në Bashkimin Evropian. Sa kaq prodhimi vendas nuk po rritet me të njëjtin ritëm me kërkesën. Kostot e larta të prodhimit vendas bëjnë që shumë produkte shqiptare të jenë më të shtrenjta se ato të importuara. Si rezultat, tregtarët dhe përpunuesit zgjedhin mallin e huaj që vjen më lirë dhe në sasi të mëdha. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.